بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë ata, falenderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekëqjet e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij, nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën nelen në humbje me drejtsinë e tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me 3 pyetje të natës së varrit. Realisht jemi ndalë në pyetjen e dytë, se cila është feja jonë, dhe kemi filluar me sqarimin e saj, dhe kemi thënë se feja jonë është Islami. Ajo do të thotë që njeriu ta veçon Allahun Azza wa Jall me adhurim, të nënshtrohet i tij me bindje dhe të distancohet nga shirku dhe mushrikët. E masandej kemi filluar të shpjegojmë më konkretisht hadithin e Gjibrilit, ashtu siç ka ardhur autori dhe ka përmendur, me i tregu 3 nivelet e fesë islame që kanë ardhur në pyetjen që ja ka drejtuar Gjibrili alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, kur është dita e gjykimit e kështu me radhë. Dhe kemi filluar me Islamin, kur e ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është me thonë shahadetin, me dëshmu se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i tij, namazi, zakati, agjerimi i muajit Ramazanit dhe haxhi, 5 kushtet e Islamit që shpresoj që të gjithë janë të njohura. Më konkretisht në gjëratën e kaluar kemi përfunduar, apo në 2-3 gjëratat e kaluara kemi shpjeguar vetëm shahadetin. E sot, pasi që i ka cekur autori, do të mundohem të flas disa fjalë në lidhje dhe me 4 kushte tjera të Islamit, edhe pse realisht kam shikuar edhe ata që kanë komentuar këtë libër, shumica, domethënë kur i komentojnë këto 4 kushte të Islamit, të thjesht kalojnë kalim thëzi, edhe nuk thellohen më tepër, nga se realisht me qëllim është mos shpjegu libri e mos më ndal në konkretisht në çështje, domethënë që i ka cekur autori edhe mu detajizu, përveç ndonjë çështje që ka nevojë më tepër mu sqaru, si çështja e shahadetit, apo se çështja e mitësimit dhe armiqësimit që kemi marrë edhe më herët. Këto tema, namazi, zakati, Ramazani, haxhi, janë kushtet e Islamit që me të vërtetë nuk mundem me një ligjërat të i përmbledhemi dhe të them çdo gjë që mundet më thonë për to, mirë po, ajo që nuk mundet më thonë e tëra, s'do më thonë që duhet më lënë e tëra, edhe ne do të mundohem me i fjalë disa fjalë në lidhje me këto 4 kushte të Islamit. Autori ka cekur për 3 kushte të Islamit: shahadetin, namazin dhe zakatin, ajetin kuranor: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Dhe nuk janë urdhëruar ata njerëzimi me asgjë tjetër vetëm se të adhurojnë Allahun Azza wa Jalla me një adhurim të sinqert, të larguar nga shirku, dhe të falin namazin, të japin zakatin, e kjo është dritë në feja e drejtë dhe vërtet. Pra thjesht në pjesën e parë se nuk janë urdhëruar vetëm se të adhurojnë Allahun me një adhurim të sinqert duke u larguar nga shirku, është domethënë kuptimi i shahadetit, se kemi thonë se i ka 2 komponente, ajo e pohimit e mohimit, apo mohimit dhe pohimit, që me mohu dikuna që madhërua
përveç Allahut azza wa jall dhe këtë mja pohu vetëm Allahut azza wa jall. Pohimi është وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, dhe nuk janë urdhëruar vetëm se ta adhurojnë Allahun azza wa jall me një adhurim sinqert, ndërsa mohimi është hunefa, nga se kemi sqaruar në këtë libër kur kemi me folë për çka është el hunefa, dhe kemi thonë el hanef wal mail është ai i cili devion, largohet edhe shmanget e distancohet prej shirkut, pra këto është mohimi i asaj që kemi thonë se shahadeti ka mohim dhe pohim. Ndërsa ka vazhduar mësëndej me folën për namazin, për zakatin, dy adhurime të cilat janë të pandashme pothuajse në Kur'an, nga se njëra është adhurim i trupit, e tjetra është adhurim i pasurisë, apo më thënë më ndryshe, njëra është adhurim obligim karshi Allahut azza wa jall, dhe me të domethënë e kryen një obligim shumë të madh, ndërsa zakati përveç që është adhurim karshi Allahut azza wa jall, është edhe në një faktor i cili kryen njeriu obligimin e tij karshi shoqërisë, duke ndarë të mirët e tina që i ka edhe me ata që nuk i kanë. Te namazi duhet munal pak më tepër, nga se namazi është lidhja më e fortë që ka robi me Zotin e tij. Namazi është ajo që njeriu ne bën të qetësohet, që të plotësohet. Ja Bilal, erihna bis sala, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilalit, kur i ka thënë me thirrë ezanin, thirrë ezanin që të qetësohemi me namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pas shqetësim, idha hazabahu idha hazabahu shay'un fazi'a ila as-salah, kur e ka shqetësuar diçka, ka vrapuar domethënë në namaz. Pra thjesht çështja e namazit është çështja më e rëndësishme pas shahadetit. Është çështja e fundit me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur, duke thonë as-sala wa ma malakat aymanukum, namazi dhe keni kujdes me robët e juaj, është çështja e parë që do të pyetemi nesër në ditën e gjykimit, nga se ka në hadith vërtet inna awwal ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyama as-sala, ajo që do të llogaritet më së pari nesër në ditën e gjykimit do të jetë namazi. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo e fundit që humb te umeti jon është namazi, pra thjesht që i bie që runa Zot me elon namazin, atëherë nuk i ka mbetur asgjë prej fesë njeriut. Pra të kemi fjalën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, kur është therrur për vdekjen në namazin e sabat, ku ishte imam, thot atë fjalën e njohur se men taraka as-salat fala hadha lahu fil islam, ai i cili e lën namazin, apo thot për kujdesin për namazin, nga se nuk ka hisër në islam, ai i cili e lën namazin. Domethënë thjesht kjo fjalë shumë e rëndë me tregues se sa është rrezik runa Zot njeriu me shku te Allahu azza wa jall pa namaz, nga se ka ardhur hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bejne ar-rajuli wa bejne al-kufri wa shirki tarku as-salat, mes njeriu edhe kufrit e shirkut është lënia namazit. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Ajo vjen ndarse mes neve edhe tyre është namazi, ai i cili lën namazin, domethënë ka bë kufër. A ka ardhur në fjalë nga Abdullah bin Shaqiq, ka qenë tabi'i, ka thonë lem yekun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufran illa as-salat. S'kam po shokët e pejgamberit se asnjë vepër lënien e saj kufër përveç se namazit. Ka ardhur nga Abu Ayyub as-Sikhtiyani tarku as-salat kufrun la yukhtalaf fihi. Më thonë lënia e namazit është kufër që nuk ka debat apo nuk ka divergjenca në këtë punë. Ka nga Ishaq bin Rahoje, kana ahlul ilmi min ladun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila yawmina hadha yarawna man taraka as-salat 'amidan hatta kharaja waqtaha annahu kafirun billahi azza wa jall. Kanë qenë dietarët prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e sotut, sa i cili lën namazin me qëllim derisa të del koha, ai person është pa besimtar. Thjesht i ceka këto fjalë, këto hadithe me tregu rëndësinë
e namazit që duhet me pas në jetën e besimtarit, se ajo që fundit i humb besimtarit nga feja e tina është namazi që i bie praktikisht rrugë në zët me lanë edhe namazin, ma nuk i mbetet asgjë, dhe më thonë prej fesë së tina. Pra te kem gjetë shumë pej selefit, kur kam folur për namazin, ka thonë, da që me ditë të njeriu se sa ka vlerë feja e tina, sa e vlerësën e fenë, këtyre që ka punë me namaz. Qofse me të vërtet e vlerësën namazin, i rrin gati namazit, shqetësohet me kry namazin, realisht ai ka fe të fortë, ai është i ka për feje shumë. Harun në zëtë thjesht e shë që nuk e ka të gale namazin, hinë vakti dela i s'falet, apo Harun në zëtë kalojnë dite e vjavë, e muje vite e nuk falet, realisht e shë se të aj feja, do më thonë, nuk kanë zonë ven edhe shumë e pavlerë në jetën e tina, çështja e fesë e tina. Pra thjesht, çështja e namazit vëllezër të nderuar është shumë e rëndësinë jetën e besimtarit, përveç këtyre që i ceka, pa dash me hinë debate se është kafir ai i cili në namazin e s'është, se ka dy mendime dietarëve. Mirë po, edhe më mësyje ahiretit njeriu pa namaz, me të vërtet i ka punë të keq, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili rrin gati namazit, ai ku me pas nesër dritë, ku me pas argument dhe shpëtim nesër ditën e gjykimit. Ndërsa ai i cili rrin gati namazit, as nuk me pas dritë, as nuk me pas argument, as nuk me pas shpëtim të Allahu Azza për kundër zikardh, me vazhdim paditët që i tillë kom morin gjallë me Harunin e Karunin e me Firaunin e Hamanin e Karunin e Umej ibn Khalef, kokat e domethënë kufrit duke filluar prej Firaunit e dy ministrat e tina e masandej edhe Umej ibn Khalef i cili ishte domethënë prej pabesimtarët Mekës, unë në zëtë kush ka pej neve qef që morin gjallë nesër ditën e gjykimit me këta persona. Mirë po edhe një çështje duhet me pas konsiderat se në para jete, kur nuk ka ardhë veç me falë namazin, edhe us-sala, po ka ardhë iqametus sala, me falë namazin, ashtu si që ka në hije besimtarët me falë namazin. Iqame është që njeriu me falë me rregulla dhe me kushte të cilat janë para për namaz. Thjesht mundu njeriu namazin e tij me fal, ashtu siç e ka fal pejgamberi sallallahu kur ka thonë sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç po më shihni mua të u fal, në kohën e vet, me kushtet e veta kështu më radh. Edhe pse kjo masandej ka dy shkallë. Ato shkalla e parë që njeriu duhet patjetër kushtet që pa to zbahet namazi dhe pa to i refuzum. Niveli i dytë është që përveç kushteve obligative, munduhet me përpikëri edhe sunetet që gjë që e ka ardhur në hadithe të vërtetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nuk janë kushte determinuese në namaz me i realizuar, me praktikuar që me qenë namazi i tina, domethënë se më i plot, e duhet me pas kujdes rrugë zot me fal namazin çdo gjysh, se nuk është namazi se një gjenaze që hjekon për domethënë supave, edhe dojna me o largu për tina, mirë po shpëtimi jo nesër në ditën e gjykimit, nga se këtë dynja nuk është xhenet, mirë po është rrugë për në xhenet. Me këtë dynja e fitojmë ahiretin, me këtë namaz e fitojmë ahiretin, edhe duhet me pas shumë kujdes se si e falim namazin, nga se ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një njeri ka ardhur e ka fal namazin, i ka thënë pejgamberit se më ka thonë selam aleikum. I ka thënë pejgamberi se irji fa salli fa innaka lam tusalli, ktheu e falu se ti s'e fal. Ai u kthya pe te ka fal, u ardh pe jep selam. Pejgamberi se më thot ktheu falu se ti s'e fal. E për herë tretë, domethënë kur po shkon po falet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mëson se kur të merr njeriu kur do më falet me marr abdes, me kthy ka kible, me marr tekbir, e me lexu, do me çndron kohë me lexu pe Kuranit, kur shkon në rukue, thjesht me qetësua, me pushu trupin në ruku, kur kthehet për rukuje, me pushu trupin në këmbë, e kur shkon sejdë, me pushu trupin sejdë, e kur kthehet prej sejdës së parë, me pushu trupi ulën, e masënej me shku sejdë e dytë, me pushu trupin në sejdë, e kështu më radhë që i bie që pej gabime kryesore që e ka bë, është ky person se realisht është fal shpejt, edhe nuk i ka krye kushtet fundamentale se çush duhet me kry
qoftaj qëndrimin kom, qoftaj në ruku janë sejdë, qoftaj qëndrimin në ruku, qoftaj qëndrimin në sejdë, e kështu me radhë, e që shpesh dëgjojmë dhe shohim në njerëz të tillë që realisht kur e kryejnë namazin të tillë falen, duke ngut dhe duke u shpejtu, sikur thjesht dojnë me hjek vetë qafe namazin, e namazi thash nuk është për këtë punë, namazi është mu qetësu shpirti, me bashkëbisedu me Allahun Azza wa Jall, me tërkit derën e Allahut Azza wa Jall, me lutë Allahun Azza wa Jall, e kështu më radhë. E çështja tjetër është çështja e zakatit, e që është kusht i tretë i Islamit, e që është me marr një pjesë e pasurisë nga i pasuri me ia dhënë të varfrit. Kështu ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dërguar Muadhin në Yemen, ka thonë çështja e parë që i thret ata është që me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall, e nëse këtë e pranojnë, atëherë ty tregosh se Allahu Azza wa Jall ka bërë 5 kohë të namazit obligim, e nëse e pranojnë këtë, atëherë do t'ju merrsh sadaka apo zakat pe të pasurit të tyre e t'ja shpërndash të varfërët e tyre, mirë po ki kujdes mos ja merr pasurinë e cila që e thëmë ne e kanë për zemër, e vlerësojnë dhe kanë për qefi ata për dëmohë njerëz, mirë po merr për pasurisë rëndëm. E çështja e zakatit, domethënë gjuhën arabe ka dy kuptime, ka kuptimin edhe e tathir, edhe ka kuptimin e nëmuv. Tathir është pastrim, e nëmuv është shtim. Tathir ka në ajet kuranor, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dhe merr prej pasurive të tyre që ti pastrosh, prej zemrës, smundjeve të zemrës që ka mundësi njeriu me pas, apo t'ja pasurish mallin. Një që ka smundje të zemrës është që njeriu e ka lakminë e madhe, që dën veç me mbledh dhe me marr, e nuk ka qef me dhon, edhe bëhet koprac, e sadakaja e ushtron, që thjesht këtë kopracim një largu, mirë po edhe pastron pasurinë për shkak se ndoshta ndonjëherë pse njeriu ka mundësi mu mundue që më largue, harameve, dyshimtave, ka mundësi diçka më përvjedh që ka nevojë mu pastrue ai namaz. Po thëmë sidomos se çështja e kooperacisë ka nevojë njeriu mu pastrue, nga se siç kanë thonë dietarët, njeriu plakët e me plesni rriten dy sene. Rritet dashuria me bopare më shepër, edhe rritet dashuria për me rnu magat. Faktikisht, vend se thjesht një jetë njeriu mendon dhe kundërta që me kuptuar realitetin e jetës, e që thjesht është duke më shku të përfundimi dhe më përgatit për ahiret, ai faktikisht e rritet apetiti me bosë më tepër pasuri, edhe e rritet ymytjes që marrnue sa magat, e prat thjesht duhet me aktivizue këtë kusht të Islamit, dhënien e zakatit, që me pastrue shpirtin shumë prej çdo smundjet e saj, qoftë ajo kooperaci, qoftë ajo lakmi, qoftë runazet dënja, formë tjetër që i është ardhur pasuria në formë jo të duhur e kështu me radhë, mirë po dhënien tjetër, zakati është edhe shtim, se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka paksuar sadakaja kur pasurinë, përkundrazi vetëm se e ka shtu. Këtë do të me pas kujdes që njeriu kur të jap zakatin, me jap me këtë bindje, jo të ju dridh dora që e them ne, po thjesht me dhon e zemra tina me kune qetë, se o të kryeni obligim ndaj Allahut Azza wa Jall, mirë po ai që të ka dhënë të ka obliguar me shkep këtë punë. Faktikisht, mos të dridhe dora që më mendon se po të paksohet e po hub e kështu me radhë, përkundrazi ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se sadakaja dhe zakati vetëm e rritin çështjen e pasurisë. Ato pasuria që japet nga zakati, se është mirë me sqaru këtë çështje, nga se shpesh njerëzit ngatrojnë zakatin dhe sadakan. Zakati është farz, sadakaja është sunet. Zakati japet prej pasurisë caktuar, me kushte të caktuara, sadakaja nuk i ka këto kushte. Sadakaja mund të më jap në çdo kohë, pa kurfar kushti, pa rrit nisabin atë vlerën e caktuar e kështu me radhë. Ndërsa zakati japet në ari dhe në argjend, apo në kundërvlerë tyre që janë së të parët. Japet për kafshët, japet për mallin që tregton me ta, edhe japet prej asaj që del prej tokës, ato bereqetet që naturalisht rezervohen edhe ka mundësi më rujt. Pe këtyne 4 llojeve japet zakati. Pe arit dhe argjendit,
kafshëve të cilat domethënë zakonisht ruhen jashtë, a nuk i është qenë vazhdimisht, po shumicën e kohës rrin jashtë, jepet prej mallit të cili domethënë përgatitet për shitje, edhe e katërta bereqeti që del prej tokës, grunë e drita të ndryshëm, e horme të ndryshme, faktikisht që ka mundësi me u rezervu edhe me qëndru për më gjatë, edhe për këtyre jepet zeqati. Secila e ka dison edhe ka ato të vetat. Për shembull, ajo që del prej tokës bereqeti nuk ka nevojë me net, domethënë një vit, po momentin që faktikisht ajo korrët ose vjelet duhet me dhon. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, ka thënë ajeti kuranor, dhe jepni hakun, jepni zakatin atë ditë që të korrni apo të vjeni atë bereqet. Të çështja e pareve apo të çështja e arit dhe argjendit, këto duhet me qëndru ato të tin një vjet, edhe me rritat kuotën që për ari është 885 gram, ndërsa për argjend ka mos vërtetimi mes dietarëve a është 460 gram apo 595 gram, sido që tjetë, sidomos tash kohën tonë që është rritur shumë ari, realisht argjendi është shumë pak edhe shumë domethënë i ulët, kur kanë thonë dietarët, nëse kem parë, s'kem ari dhe argjend, a me dhonë duke u bërë bazë arin, ato e mor argjendin. Se nëse morëm arin që tash, do të më pas diku në ofër 10.000 euro, ndoshta plus minus për me arritat kuotën, a me argjend domon e kime 200-300 euro, 300-400 euro maksimumi apo në sen. Atëherë cilën me parë mos bazë, ai që thonë dietarët është se me marr bazë gjithmonë ato që është më e lira, për shkak se faktikisht njerëzit përfitojnë, sidomos ata të varfrit që përfitojnë dhe presin me hasret, domethënë ndomjen e zakatit dhe ndihmën që jepet nga zakati. Të kafshët zakonisht në skase, realisht kusht për kafshët me kon është domethënë që me qëndru më tepër se 6 muaj mu ushqy në fusha edhe në ara pa pas nevojë që ti mi ushqy vet. Këto të na zakonisht nuk ka ashtu, e të çështja e malleve të tregtisë, qoftë ato të ushqimeve, qoftë ato veshmbathjeve, qoftë ato domon makina apo diçka tjera, faktikisht edhe këto jepet zakat nëse qëndrojnë një vit të ti, mirë po nuk vlerësohen me çmimin që e ke ble, mirë po me çmimin që është aktual, domethënë në treg. Tash mos andej edhe çështja e zakatit apo ato se zakati nuk jepet gjithkujna. Zakati ka ato 8 kategoritë që aty në do të mja dhonë edhe jo për çdo sen me dhonë zakat. Domthonë faktikisht me marru xhamia me dhonë zakat, me botu libra me dhonë zakat. Domthonë faktikisht do projekte që realisht ka mundësi me kont hajrit, e ka mundësi ndonjëherë edhe me kont humanitare, kështu me radhë, mirë po jo për çdo gjë jepet domethënë zakati. Zakati ka kategoritë e veta, ka të varfrin me 2 lloje të veta, i varfrit që e thëmë në shtrem për toke, edhe i varfrit që s'ka mundësi me pas ushqimin për një vjet, që është pak më mirë se i shtremi për toke, domethënë me pas njerëz që dojnë me përfitu zemrën, ose janë rishtas në islam, ose realisht o hecën musliman, po nëse jo është me të mirë materiale ka mundësi mu afru, ai i cili ka mbet nudhe pa parë, e që kjo më përpara ka qenë më e theksume, e tash edhe pse jetë në njëri tash ka domethënë ato kartelat e veta që ka mundësi edhe me nxjerr, çështja e borxhlive që hyjnë borxhe edhe aty në vjet takojnë zakati, çështja e luftës edhe aty shkon zakati, domethënë nëse faktikisht nuk ka mundësi më u plotësu nevojat e luftës vetëm se me zakat, mirë po duhet me pas konsiderat që po them që zakati është farz, sadakaja është sunet. Sadakon mundesh me dhon edhe dikujt që se meriton zakatin. Mirë po zakati ka kushte të veta edhe kur t'japet vetëm atyneve, domethënë njerëzve të caktuar. Çështja e tretë është çështja e xherimit, që tash jemi vetëm në prag të muajit Ramazanit, e lutim Allahun azza që të na bën prej atyre që presim këtë muaj me shëndet e me iman, edhe na mundson që të agjerojmë, të shfrytëzojmë ashtu siç është ai i kënaqur me neve. Mirë po do të flasim më në ligjëratat që do të vinë në lidhje me agjerimin, po pasi që ka cekur autori, edhe ne do të cekum shkurtimisht se Allah azza ka thonë ju ledhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O që të keni besuar është bërë obligim agjerimi ashtu siç është bërë obligim atyre para jush që të bëheni më të devotshëm. Pra pavarësisht se që njeriu ka mundësi ka herë me thonë se valla gat 30 ditë me gjenuar me met me hungre pa pije kështu me radhë, me që na tregu se Zoti sinë jo vetëm që jeni obliguar me këtë punë, edhe me të tjera edhe njerëzimi
dhe më thonë tjertë kanë agjerua, dhe më thonë nuk jeni vetëm që agjerani, kjo e para mirë po në anën tjetër në ka treguar arsyen se më na e bën më të lehtë sepse njeriu agjeron la'allakum tattaqun, që më bën më të devotshëm, që më bën më të mirë, që thjesht më bën njerëz më të sinqert, se njeriu kur agjeron askush se din që është agjerueshëm. Domethënë ka mundësi me hëngër me pije dhe kërkush se sheh. Spaku ka mundësi me prish vetëm me një vetën, e thonë që s'po du me agjeru, edhe faktikisht ai nuk është agjerueshëm, këtë kërst nuk e sheh. Po e sheh Allahu azza dhe këtë punë e bën vetë për Zotin, për atë thjesht ushtrohet që njeriu në jetën e vet duhet me qenë i tillë. Kur shkon me marr abdes, a ka abdes që po fol dhe s'ka abdes, kërkosh se vetë Zoti. Mirë po e quhet edhe merr abdes, edhe kur ftoft edhe kur priton e kështu me radhë, mirë po këtë punë e bën vetëm për Zotin. E shumë se tjera që ka mundësi njeriu mi përfitua për agjerimit se thjesht njeriu e bën këtë ibadet se din askush tjetër për të vetëm Zoti, e kështu duhet me qenë të sinqert edhe kur dhojna, edhe kur shkojmë në haxh, edhe kur i ndihmojmë tjerëve, që faktikisht më i bëhet sinqert vetëm për Allahun azza wajel. Mirë po nëse jam gjendje me hjek dorë pe ushqimit edhe pe pijes që normalisht janë halal, pse s'kena mundësi me hjek dorë pe harameve që normalisht janë harame, e forma tjera që mundson agjerimi me qenë më i devotshëm, se të tonë e dina që në agjerim kur vjen sidomos Ramazani ne jemi më aktiv, realisht edhe me orë në xhami, edhe me prezentu namazën me xhamat, edhe me marrë aksione dhe më thonë faktikisht me ndihmu tjerëve, kështu më radhë, ne e shohim për jetës tonë praktike se si reagon pozitivisht agjerimi në jetën tonë, edhe qysh në bën më të mirë dhe më të devotshëm, mirë po edhe forma tjetër, njeriu sa të han, ka energji më shumë, se të ka energji më shumë, ka mundësi me bë gjëra edhe më shumë. Se shejtoni faktikisht e ka terrenin e përgatit, ke hangër, je i fort, ish net shumë energji sa dush, po mund me të cilë ka dënë. Kur je gjënushëm, kur i ke nisë më lodh, kur ke nisë më lisë, faktikisht, dhe më thonë, edhe me dasht, me abode qka faktikisht, dhe më thonë, njeriu dëpsohet, për atë ka në hadith vërtet, pejgamberi sërim, ka thonë, ajo djemë të rinë, qëfë se keni mundësi më martënë, nga se, dhe më thonë, ajo që të runë, mirë po në qëfë se s'ka mundësi më martu atër, dhe më thonë, agjeroni se, agjerimi, agjerimi është mbrojtje për njeriun dhe më thonë derën e tina. Ka edhe çështje tjera që thash do t'i vazhdojmë, do t'i marrëm dhe më thonë në vazhdim me folë për agjerimin më tepër, edhe çështja e katërt, çështja e haxhit, që edhe kjo është kusht për islamit, se jemi duke shpjeguar islamin dhe çka është islami, atëherë dhe haxhi është prej shtyllave të islamit, është shtylla e 5 të islamit, ka ardhur në ajet kuranore walillahi ala nasi hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila, dhe kanë obligim njerëzit me bëj haxh kush ka mundësi me shku atje, do të thonë mundësi qoftë ajo fizike, qoftë ajo materiale, e pa u bë dyja të bashkë nuk mundën. Ka mundësi njeriu me kanë fizikisht mirë, po si ka mundësi se ka obligim, apo ka domethënë mundësitë fizike materiale, po si ka mundësitë fizike. Ky vetë se ka obligim, ama e ka obligim me çu dikën tjetër me bë haxh për to. Po me rëndë dallim, nëse njeriu nuk ka domethënë të mira materiale, fizikisht është e mirë se ka obligim haxhin. Mirë po nëse ka pasuri, që ka mundësi me kry haxhin, po fizikisht s'mundet se ose është shumë i shtym mosh, ose ka një smundje kronike që e pa mundësi me bë haxhin, kjo ka obligim domethënë me e çu dikën tjetër me bë bedel për to. Bile thojnë djetarët, nëse des kjo kështot, atër pej trashëgimisë tina duhet prasë më ju nda fëmijëve edhe trashëgimtarëve të tyre, do të thonë të ti, atër mu marr ajo shuma e haxhit edhe mu dërguar dikush me bë, do të thonë haxh edhe të haxhi, se të agjerimi, do të thonë njeriu përfiton se kur shkon njeriu në haxh në Arabi Saudite, edhe vetë kur e kalon pejgamberi sa me Ibrahimi, Haxherën dhe Ismailin atë vend, e kalon me një shport ushqim që shumë shpejt ka mujtë mu argjua dhe i ka thonë Haxheri, dhe më thonë, a qëtu po në alena? Ka thonë po. A Zotit ka urdhrua me në alon qëtu? Ka thonë po. Edhe ka mjaftu. Që faktikisht i kalon mes shretinës, atër së kunas, dhe më thonë, ujë zemzem, edhe pse elhamdulillah tash ka ujë zemzem, elhamdulillah jenë përmirësu kushtet e kështu me radhë, mirë po prap se prap, është dhe më thonë thatësi, është kretir, nuk është dëmon që në i vend atraktiv në të aspektin e dunjas,
me shku me vizitu atë vend, mirë po ai cili shkon me vizitu atë vend, e merr atë rrugë dhe e bën atë harxhime, i bën me të vërtetë se është i sinqert edhe don me krye një kusht islamit edhe me e plotësu, domethënë fenë e tina, domethënë duhet me pas çështje konsiderat së çështja e haxhit, se haxhi është vetëm një herë obligim në jetë, nuk është domethënë për çdo ditë as për çdo vjet, që është Ramazani, po është një herë në vjet, domethënë duhet me pas kujdes që njeriu që shkon haxh me pas mundësi me marr edhe me shku me parë halal, mos me marr parë dyshimta jo runa zot puna domethënë parë haram. E treta me mësu punën e haxhit, mos me shkue domethënë që thojmë ata bullaras në haxh pa ditë kurrë hiç, po thjesht më përgatit me lexu edhe libra edhe me pyet haxhallar, faktikisht për çfarë që nuk e din me mësue, e tjera që është me pas një shoqëni të mirë, se shoqënia e mirë është gjithmonë që ndihmon domethënë me kry këtë obligim, me u angazhuar maksimalisht që me bëj ibadet sa më tepër. Këto ndoshta janë pika të shkurta, disa fjalë në lidhje me këto katër kushte të tjera të Islamit pas shahadetit. Thash nuk është domethënë e udhës për një ligjërat me kry gjitha këto të katërtat, mirë po përderisa autori ka cekur edhe na i cekun disa fjalë, nga se secila prej këtyre meriton jo në ligjërat, po më tepër se në ligjërat. Lutim Allahun azza xal që të e kuptojmë fenë e tina drejt, të mësojmë fenë e tina, dhe të mundohem që jemi praktikues i fesë të tina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.